unë jam në studio me kolegun Denis Dunjaja. Mirë se erdhe, Denis. Përshëndetje, faleminderit. Ke një koment fillimisht për atë se çfarë ndodh sot ku tetori roz është tetori zi për shkak mungesës së medikamenteve që bëri bashkë nuk pash politikanët pse duhet kishte se kështu na kanë konfirmuar, por gjithsesi përtej kësaj. Shumë shkurtër. Me thënë drejtën, çështja e sëmundjes së kancerit, por jo vetëm, por me që është cilësuar si sëmundja e shekullit tani më në shekullin e kaluar kishim AIDS-in, po tani është kanceri që po dominon botën në tërësi dhe shumimi i llojeve të kancerit ka ngritur në alarm, me thënë drejtën, gjithë sistemin shëndetësor kudo në botë. Por nisma duhet përshëndetur çdo protestë që sensibilizon opinionin publik dhe jo vetëm, edhe institucionet duhet përshëndetur, vetëm çështja është që shpesh herë nxitimi, mënyra populiste për t'i trajtuar kauzat, them se më shumë shtyn në dëm se sa në produktivitet për të krijuar një, si më thënë, një zgjidhje ose një shtytje të problemit në mënyrën e duhur. Pra, nuk po përpiqem të them që të dekurajoj faktin që të protestohet ose të krijohet presion mbi institucionet e shëndetësisë në tërësi, ministrisë gjithashtu apo spitaleve, por çështja është që duke bërë këtë pjesën populiste, humbet vlera reale e gjës. Pra, çfarë duhet të them? Me dokumenta, duhet provuar nëse vërtet ndodh kjo gjë, me dokumenta duhet provuar nëse vërtet këto ilaçet mungojnë dhe si, kush, qysh, pra, nuk është thjesht çështje perceptimi. Ai ta krijojmë perceptimin, ta frymë. Ka bërë dhe kërëshaja. Problemi është që duhet të investiguar dhe nxjerr me fakte konkrete si është gjendja reale, se duke bërë pjesë gjithë sistemin, sot në këtë moment që ne po flasim apo jo, ne dim që shumë mirë që disa pacient, nuk e di se sa është numri i saktë, po marrin kurim apo jo. Pra, shërbehet nga pikpamja shëndetësore. Marrin kurim. A është ai më i miri? Nuk them se po. A është ai më i shkëlqyeri? Nuk them se po. Por nëse do e zerrojmë çdo gjë ose do e nxjim çdo gjë, kjo nuk i shërben çështjes. Duhet ndajmë atë pjesë që është, si me thënë, problematike nga gjithë struktura ose nga gjithë sistemi, se kështu duke përgjithësuar dhe mjekët, duke përgjithësuar dhe stafet e gjitha tjera, ne thjesht dekurajojmë ose demotivojmë edhe atë pak motiv që ka, se tani kjo është një situatë shumë e sikteshme, shumë kollaj që të flasësh. Po ata njerëz që kanë këtë hall e dinë, dhe ata mjekë që merren me këta njerëz që kanë këtë hall e dinë se çfarë është kjo lloj sëmundjeje. Pra, të bësh karrierë dhe, si më thëmë, famë, është të bësh politik me vdekjen. Pra, dhe kjo duhet ndarë pak. Duhet jemi çik më etik, se është delikate situata në raport me smundshmërinë që ka, me smundshmërinë tumorale. Pra, nga pikpamja ndjesore, ka nevojë për pak më shumë kujdes, shumë mirë që protestohet, shumë mirë që krijohet presion, edhe nëse te i kalohet pak. Se referuar dhe KLSH-s që pati një raport alarmant. Me thënë drejtën, këto unë nuk kam dëgjuar një herë në një raport KLSH-s nga këta. Jo, nga këta që po flasim, nuk po them që e diti që ka një raport KLSH-s, se nuk merren njerëzit me raportin e KLSH-s, o ide. Njerëzit dëgjojnë njërin që del dhe flet aty, s'ka ilaçe, s'ka krevate, ja gjendja dhe bëhet një alarm nga këto, e bën do kushdo këtë, nuk është, hajde edhe ne tani, po ta ndërtojmë mbi këtë narrativ, pra mbi narrativën e një alarmit të madh, dhe puna është që duhet me fakte, që dali dhe përgjegjësia konkrete ku është, ku qëndron, kush po merret me, a ka emra konkret për barnat, kush i vjedh ato barnat? Nëse po nxirrim me fakte, ta çojmë prokurori. Pra, nuk është puna me vënë emrin te ministri i shëndetësisë ose te ish ministri, te ministri që do vi, a ka një përgjegjësi konkrete, hetohet për këtë gjë, investigohet, pra nga pikpamja profesionale, po flas si gazetar. E qartë. Dhe pastaj referohet prokurorisë. Do bëjmë këtë pjesën e presionit publik. Është shumë mirë që ta bëjmë sepse mban të karikuar sistemin. Por nga ana tjetër, kam përshtypjen që duke bërë këtë pjesën populiste humbet realisht ajo që duhet rregulluar. Pastaj kjo në këtë rast e kam këtë opinionin, e përgëzoj qëndrimin e vazhdueshëm të zotit Stafa, edhe pse shpesh herë në kontakte me njerëz e miq që kam, edhe brenda spitalit ka, si më thënë, ka interferuar politika dhe interesat klanore që aty duan të dominojnë atë pushtetin e vogël, qoftë edhe në një pavion, le të themi,
dominojnë me këto mesazhet që i çojnë dhe i nxjerrin nëpër media dhe pastaj keqardhi është që gazetarët përdoren si artopalant të interesave brenda spitaleve. Pastaj kjo është një pjesë shumë e shumtuar, po që unë nuk dua të dekorajoj nismën e gazetarit Stafa dhe le të vazhdoj, bën mirë sepse ushtron presion mbi sistemin në çdo rast, edhe pse mund të jetë i përdorshëm në një farë mënyre nga grupe ose lobime brenda spitaleve. Por unë them që gjendja është një gjë tjetër nga populizmi që përdoret dhe duhet trajtuar në një mënyrë tjetër. Por megjithatë e përgëzoj për situatën që trajton. Gazetari është një mënyrë të gjej për të nxjerrë informacionet, Gazetari është një mënyrë të gjej për të nxjerrë informacione përveç ankesave qytetarëve. Të gjesh informacion është një gjë tjetër dhe të përdoresh është një gjë tjetër. Që ta mbyllim këtu. Qartë. Dakord, në rregull. Okej, eci me gjëra tjera, po kemi gjëra. Patjetër, se nuk u zjatëm se nuk e prisja që kishe një qendrim interesant sa i takon asaj se çfarë realisht. Unë kam qendrimet e drejt për drejta, nuk kam asgjë për të fshehur, kështu që mendoj atë që mendoj e them siç e them. Okej. Tani, Denis. Sistemi i drejtësisë zgjen nga disa momente, po themur. Do të zgjidhet kreu i ri, spakut, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe në gjithë këtë vazhdon që është një gjë, kemi dhe çështje shumë të nxehta. Prandaj thash që zgjen në disa aspekte. Një çështje që ne kemi prekur ka të bëjë pikërisht me pronat e ushtrisë. Kemi prekur nëpërmjet punës tonë si gazetar me kolegët e paneleve të cilat. Dhe vetëm ne, media në tërësi e ka patur si po, si një çështje. Por ne e kemi patur në vëmendje. Po, dhe shkonte përtej asaj se çfarë ndodh këtu në Shqipëri, por edhe interesave të NATO-s, interesave të partnerëve etj. Eksakt. Si e ke parë punën që po bëhet në kuadër të hetimeve pikërisht për këtë çështje por në Limionit, ku duket se janë shtrirë hetimet, tashmë kolegu Rosa ka sjellë mjaft detaje. Në çfarë faze jemi sipas analizës dhe gjykimit në bazë asaj që ka dalë mediatikisht deri tani? Po, nga informacionet e fundit është ideja që u bë lajm ishte fakti që prokuroria tani ka shtyr, si më thënë, hetimet drejt subjektit kryesor që e ka fituar koncesionin e përdorimit të Limionit, pra kompanisë Concord, që është në pronësi të Dritan Dulakut, Artan Dulakut, më fal. Dhe natyrisht që kjo nuk është një gjë e gëzueshme, duke patur parasysh dhe statusin mediatik që ka zoti Dulaku, pra në një kontekst unë nuk do preferoja që të shikoja dikë nga pjesa e medias që përballet me situata ligjore. Por ai në fundit është biznesmen. Në fund fare ai është një biznesmen edhe nëse ka përgjegjësi për mënyrën se si është proceduar dhe me sa duket, nga që kemi parë, nga që ka folur ekspertiza, duhet sjellë në vëmendje shumë dalje, edhe këtu tek televizioni në CNA të Artur Meçollarit, i cili ka treguar në mënyrë koherente, gjithçka transparente, ka bërë në mënyrë objektive, të qartë dhe të kthjellët se çfarë ka ndodhur me një bazë e cila në kontekstin ushtarak dhe strategjik ruan vlerat të posaçme, pra nga pikpamja strategjike. Dhe duke thënë që ruan vlerat të posaçme, ka nevojë edhe trajtimi i saj të bëhet në mënyrë të posaçme dhe të kujdesshme. Pra, me sa kuptoj dhe me sa unë jam i informuar, gjithë kleçka që ndron nëse veprimet procedurale ligjore, natyrisht edhe strategjike, a janë bërë në përputhje me çka parashikon ligji dhe kushtetuta në rastin konkret, se ne jemi vend antar i NATO-s. Natyrisht bazat tona ajrore, detare dhe toksore janë të gjitha pjesë e integruar e NATO-s, pra që mund përdoren në një moment caktuar për nevoja ushtarake dhe strategjike të NATO-s. Se dje në një nga avokatët, Mangosi Qepata këtu në studio tha, madje dyshohet, ai kishte informacionet e tij, unë prandaj po e citoj, që përgjimet që po qarkullojnë, ku përfshin dhe Olta Xhaçkën, mund të jenë bërë nga NATO. Nuk e di se sa qëndron. Po partnerët janë gjithmonë, me thënë të drejtën për interesat e tyre, ata e shtrin gjërësisht, si me thënë, në atë hartën e tyre të informacionit për të vjell dhe për të qenë në kushte sigurie të mira, sepse tani gjithë betejë në botë sot nuk bëhet një luftë me armë, fillimisht bëhet me informacion. Pra, është informacioni i pari, pastaj është veprimi ushtarak, si me thënë. Kështu që në këtë kuptim, duke patur parasysh që ne jemi vend i cili nga pikpamja ushtarake
nuk jemi në zotësinë e plot për të mbrojtur veten, na mbron NATO. Si pikë strategjike për te Shqipërisë. Atëherë, çfarë ne i ofrojmë NATO-s? I ofrojmë pjesën tonë të pozicionit gjeografik, apo jo? Pra ne i ofrojmë aeroportet, Gjadrin, Kuçovën, portet, Durrësin, nëse do vi nevoja për një, le themi, nevojë ushtarake, ndërhyrje ose përdorimi si bazë e jona në Ballkan apo në Mesdhe që do interferonte në raport me lëvizjet e ndryshme. Që mos e kthejmë në një çështje ushtarake dhe teknike, se nuk i përket kjo njerëzve dhe nuk besoj se i intereson. Historia është e thjeshtë. Ai është një port i cili përfshihet në planin e vendosjes dhe përhapjes. Nuk janë ndjekur hapat procedurial, pra presidenti i Republikës, me sa kujtoj unë kontrata e parë që është dhënë si kontratë qiraje, daton diku në vitin 2018, dhe më pas është bërë një koncesion tjetër, pra është hapur një tender për koncesion, ku e ka fituar Concord. Por çështja është që të fitosh të drejtën për ta përdorur këtë territor, duhet nxjerrë nga plani i përhapjes dhe vendosjes, i cili takon në mënyrë ekskluzive komandantit, duhet japi komandanti i forcave të armatosura, se presidenti i Republikës nga pikpamja kushtetuese është dhe komandanti i forcave të armatosura, dhe në mënyrë vertikale i përket shefit shtabit, pra përgjegjësia e shefit shtabit, pra forcave të armatosura, që ai propozojnë presidentit që ai të marrë një vendim, natyrisht të firmosur, që e nxjerr nga plani vendosjes. Ka ndodhur kjo? Jo. Në atë kohë, atëherë çfarë ka bërë qeveria? Ka nxjerrë një VKM të posaçme dhe ka vepruar me VKM. Pra vendim të Këshillit të Ministrave për ta nxjerrë nga mundësia që ajo është një pjesë e përdorimit nga pikpamja ushtarake dhe ajo e sigurisë, dhe këtu është dhe kleçka që prokuroria ka nisur hetimet. Dhe pastaj këtu zinxhiri që është përfshirë, ku përfshihet edhe ministria, ku përfshihet zoti Kolçaku, që e shohim edhe në pamje, pra si shefi i shtabit, por kam përshtypjen që edhe zoti Begaj, Bajram Begaj, pra presidenti. Se po doja ndërhyja këtu pa shkuar tek Begaj. Po avokatët, se ne kemi diskutuar në Tereza Gjera, Kujtim Cagrani ka thënë me zënë me figurë dje që është marrë 2 herë në pyetje presidenti i Republikës Bajram Begaj për këtë çështje. Jo Meta, jo ndajmë Cagrani nga avokati Metës. Jo, doja dija nëse ka thënë për zotin Meta. Është referuar Bajram Begajt. Me sa kam unë informacion, zotin Meta e ka bllokuar këtë vendimmarrje. Me sa kam unë informacion. Se kemi prekur kështu. Po mirë do ishte ta kishim pyet, domethënë për të pas një opinion, ndoshta edhe pa diskutime, vlen në ditët në vijim, po. Duhet parë dhe qëndrimi i zotit Metas. Unë kam idenë që zoti Meta ka bllokuar këtë vendimmarrje. Pra do ta shohim në ditët në vijim, por ai tha që Bajram Begaj është marrë në pyetje nga SPAK. Deri dje ne thonim, nuk vepron SPAK për sa i përket Olta Xhaçkës. Ne nuk e dim se si pra është marrë apo jo në rrugë zyrtare, ndoshta është pjesë e hetimeve në pyetje presidenti i Republikës. Po pyetja ime është, a mund të shkojë në nivelet larta të politikës kjo çështje? Jo, a mund të shkojë, duhet të shkojë. Nuk është a mund të shkojë, duhet të shkojë. Kjo është një çështje që është aq shumë e dukshme, aq shumë e ekspozuar, sepse aty është kryer falsifikim dokumentash, të paktën çfarë thot dosja sot për sot. Pra, është kryer një lloj manipulimi, inskenimi, le të themi, i gjithë konceptit të plotësimit të dosjes për ta justifikuar nga pikpamja ligjore, dhe gjitha bie si logjik juridike, pra që shkon në interes të kompanisë zotit Dulaku. Ndoshta që është biznes në tillë raste. Ndoshta në ballafaqimet dhe arsyet ligjore qëndron ndryshe situata dhe kjo i takon gjykatës ta shprehë. Por ne po flasim për atë çka prokuroria ka servir. Natyrisht duhet të jemi të rezervuar. Se jo çdo gjë që ofron prokuroria duhet marrë e mirëqen. Se kemi dhe rastin e Elbasanit, pastaj që të bëjmë për analogji që jo çdo gjë që bën një prokuror është ashtu siç thuhet edhe mendon dhe pretendon prokurori. Pra, në këtë rast duhet jemi të kujdesshëm. Pra, të presim çfarë do të thotë drejtësia. Ne dim që nga pikpamja procedurale, prona është trajtuar jo në mënyrën e duhur, dhe po flasim jo një pronë dosi do, po flasim një pronë strategjike. Pra që, siç e tham, është në nivel të sigurisë kombëtare, por edhe të angazhimit ton në strukturën e NATO-s, që është një detyrim edhe si partneri që Shqipëria është në raport me Aleancën Veriatlantike. Kështu që mendoj që
fakti që kanë precipituar ose janë thelluar hetimet, me sa duket situata është drejt zbardhjes plot. Tani përgjegjësit me sa duket për prokurorin janë më të qartë, pra nga pikpamja e përgjegjësisë ligjore dhe penale gjithashtu. Kështu që së shpejti do të kemi, mendoj, edhe një akuzë konkrete të ngritur nga pikpamja reale, jo formale. Olta Gjashka është nga emrat që është përmendur gjatë, mendon se të shkojnë këto hetime deri tek ish-ministra sot deputete e Partisë Socialiste nga listat e hapura? Besoj se po. Besoj se po. Ne shpesh ngrem edhe dyshime për prokurorin, por fakti që kanë mbritur deri tek zoti Dulagu është një tregues që prokuroria po ecën me hetimet, pra po përparon, ka ecur. Shikoj, ne kemi një gjë që për shkak se shkëputësim copëza informacionesh që na vinë nga prokuroria, ndërtojmë herë dhe gabim gjithë logjikën se si fabulën, se si hetohet dhe se si arrihet në konkluzione. Prokuroria ka një mënyrë tjetër. Nuk referova deklaratave politike, prandaj përmenda zgjedhjet e fundit. Prokuroria ka rrugtimin e vet, mënyrën e vet, format e veta, nuk është i kollajt hetimi. Hetimi nuk është një bisedë kafeneje, nuk është një bisedë studiosh, është një bisedë logjike, arsyesh që ti do arrish me prova tek fakti për ta vënë dikën në akuzë nëse ka rast për akuzë. Pra nuk është çështje perceptimesh, se pastaj rrëzohesh në gjykat, pra në kuptimin ligjor të fjalës. Ndaj prokuroria është e kujdesshme që të grumbullojë provat, i duhen hetime të thelluara, të bëjë lidhje të shkak pasojë, kush i tha kujt çfarë prodhoi me këtë rezultat, me këtë vendimarrje, me këtë mosveprim, me këtë devijim, me këto dokumenta që janë shkëmbyer nëse ka dhe dokumentat falsifikuara si pretendohet, kështu që ky raport me faktin do na çojë tek e vërteta. Unë besoj që prokurorët që e kanë çështjen në dorë, derisa kanë arritur, thash edhe një herë, tek zoti Dulagu, që kanë shkuar për kontroll, që kanë sekuestruar një sër asetesh personale të kjo s'kishte ndodhur më herët se i takon biznesmenve. Ne kemi patur biznesmen të përfolur për fshirje. Nga pikpamja dhe të medias, se lidhet pak a shumë edhe me statusin mediatik. Dhe kjo është ka pak ngacmim edhe kjo pjesa. Pra ne nuk është se përveç zotit Ndroqi që ka padur atë problemin Ylli Ndroqi me Ora News, ky është i dyti biznesmen që ka edhe një media që ekspozohet ndaj ligjit në raport me ligjin, që shpresoj që unë nuk ja uroj jo vetëm zotit Dulagu, po askujt, se nuk është qef i madh që shohim njerëz që shkojnë përballë ligjit, apo që mund të ekspozohen përballë dënimeve, të cilat mund të jenë edhe me pasoja të rënda, siç është heqja e lirisë, pra burgu. Në këtë sens, do uroja që të ishte korrekt edhe në rregull me procedurën, por kjo i mbetet drejtësisë, se ne nuk bëjmë dot as tifozeri, as pro, as jo, shprehemi vullnet njerëzor që do ishte normal për çdo kënd prej nesh. Qartë, mbetet për të parë si do të vijohet më tej. Ndërkohë sot drejtësia është në diskutim. Patëm një ngjarje shumë të rëndë, gjyqtari Kalena u vra në sallën e gjykimit, ne kemi komentuar, dje ka ardhur një ngjarje tjetër në vëmendje që vuri në pikpyetje prokurorët, gjyqtarin që i bie çekiçit i fundit, avokatët që janë bojkot gjatë këtyre ditëve dhe që shtojnë koston e atyre që presin të bëjnë gjyqet, dhe që na çuan deri tek këto fjalëshi Republike Prokurorëve, që s'na pëlqen fare, se kemi një historik para 90-s se si funksiononte. Kanë qenë të ashpër reagimet e avokatëve, ndoshta edhe me të drejtë. Megjithatë, si e ke parë, Denis, çfarë na tregoi ky arrestim? Fillimisht mendoj që avokati si institucion, pra jo si person, duke marrë shkas nga ngjarja, është, le të themi, bariera e fundit ku ndahet ose mbrohen të drejtat tona, të çdo kujt prej nesh. Ose në këtë sistem që ne kemi zgjedhur të ekzistojmë, të funksionojmë, pra që është sistemi demokratik, avokati është ai i cili të thot mos flit asgjë pa qenë unë prezent, ose nëse të ndalon një strukturë e ligjzbatimit, pra policia, prokuroria, ti me njerë do i thuash, unë kërkoj një avokat, apo jo. Dhe kjo është, si me thënë, mbrojtja, engjëlli mbrojtës i çdo kujt prej nesh. Nëse bie edhe ky institucion, pastaj ne jemi të ekspozuar ndaj çdo, si me thënë, shkelit të drejtë që mund ta bëhet nga një polic, nga një prokuror, ose nga çdo njeri që ka me vete
një forcë të ligjit që mund ta ushtrojë mbi çdo individ. Kështu që duhet mbrojtur me çdo kusht ajo figura e avokatit dhe ajo që ka ndodhur në rastin konkret është një akt i paprecedent. E para sepse avokati nuk ka thënë asgjë jashtë logjikës dhe asaj që ai kishte bindje për çështjen. Falsifikim, po. Pra, ai pretendon dhe beson që dosja është e falsifikuar dhe çfarë tha ai? Tha, unë do të kallëzoj që të kallëzosh dikë, nuk do të thotë që ai ka faj. Thjesht do hetohesh dhe ti mund dalësh pa faj, mund të kesh dhe drejt. Pra, këtu s'ka asgjë, është korrekte gjithçka. Dhe sikur avokati të tej kaloj, avokati nuk mban përgjegjësi për çka thot. Mund të ngrej lloj alibish, deduksionesh, mund të krijoj fabula, mënyra, strategji nga më të ndryshmet për të mbrojtur klientin e vet. Më fal që ta bëjmë çik rastin konkret. Pra, avokati në këtë rast nuk ka bërë asnjë strategji spekulative, thjesht ka konstatuar që aktet në atë moment, se është njohur me aktet në atë moment, ka kuptuar që s'kan përputhje. Pra që do të thotë që ka një problem akuza që i ka ofruar. E para, e dyta, në gjykat, prokurori dhe gjyqtari nuk kanë status ndërvarësie ose prokurori të ketë status mbi avokat, janë në status barabartë. Njëri mbron akuzën, tjetri mbron palën e akuzuar. Pra janë të dy të balancuar dhe i takon gjyqtarit që të ruaj këtë ekuilibër. Dhe problemi në këtë rast, në rastin e Elbasanit, nuk mendoj që është prokurori. Problemi në rastin e Elbasanit është gjyqtarja e seancës, sepse ajo është bërë palë me prokurori. Karon Çekiçin, mëse prokurori mund të bërë palë me prokurorin dhe në momentin që gjyqtarja bëhet palë me prokurorin, këtu ka rënë balanca e drejtësisë, ka rënë drejtësia në këtë moment, besueshmëria te procesi. Dhe a është ky rasti i parë, unë them se jo. A është ky rasti i fundit, unë them prapë se jo. Pra jemi përballë një fenomeni i cili është kthyer në perceptim dhe në rregull tani më, rregull të pashkruar. Pra ne kemi dyshime që prokurorët intimidojnë gjyqtarët për të marrë vendimet që ata kërkojnë. Kjo bëhet, kjo që po them, me rezerva e them, por ka një perceptim të fortë që në ndikimin e SPAK-ut, shumë gjyqtarë marrin vendime në favor të SPAK-ut dhe ju e dini që zoti Dumani atë shprehen që çfarë them, çfarë kërkojmë neve, gjykata vendos. Vendoset atje. Justifikon në fakt këtë logjikë. Ose ngritëm këtë debat neve kur e tha atëherë, ishte shumë seriozisht Dumani. Sepse ajo ishte, do bëj një analogji, ajo ishte po aq interpretative sa ç'është edhe fakti që tani do kaloj në mbrojtje të palës tjetër, do bëj avokatin e djallit. Tani, kur je avokat, drejt ai duhet të jesh pak edhe i kujdesshëm në terma. Se çdo gjë mund të të keq interpretohet, ose mund të interpretohet në disfavorin tënd. Pra, po Denis nuk shkon burg. Mënyra se si ti e thua, do merrem personalisht me ty, pra edhe me pak ton, se jemi njerëz sanguin gjithashtu, në një tension sipër edhe në sallën e gjyqit, atëherë kjo e ndikon dhe tjetrin, pra palën kundërshtar, prokurorin në rastin konkret, ta perceptoj si diçka personale. Mos harrojmë kontekstin e ngjarjes që ndodh, ka ndodhur një vrasje në një gjykat para pak javësh apo jo. Sa flasim për skenar, që mund të jetë skenar. Dhe alibia e mban gjallë frikën ose panikun edhe veprimin e prokurorit. A është real? Unë them se jo. Pra, a ishte kërcënim real. Në mendimin tim, duke dëgjuar gjithë audion që del nga seanca, unë them që s'ka kërcënim. Por a mund të interpretohet si kërcënim? Patjetër që po. Pra, po t'ishte gjetë një term tjetër. Prapë s'shkon burg. Përveç kësaj, tu vim. Te ishin licencën, ke gjëra tjera, ke masa disipline. Nuk po merrem me pasojën konkrete. Nuk ta thozën burg. Po analizoj diçka tjetër tani. Pra, duhet me qenë profesionalisht kujdesshëm edhe palët, pra, që ta gjykojmë pak ftohtë. A duhet ngritë një nivel tjetër pa diskutim? Po të kishte përdorur një term tjetër, a do kishte, si me thënë, hapësirë prokurori ta përdorte në mundësinë për ta arrestuar avokatin? Pastaj vim që a është i lishëm, që është totalisht i palishëm ndalimi i avokatit edhe izolimi në burg. Është totalisht pa sens, pa logjik. Unë mendoj që përveç një prove, një krimi në flagrancë, ose një prove shumë të fortë konkrete, çdo rast tjetër avokati është i paprekshëm. Sot ne po dëgjojmë nga avokatët që këta i kanë falso
raportet mjeko-ligjore. Shkojnë dhe më tej, kur thonë nuk janë mirë psikologjikisht. Thirrje publike që u bëhet për këtë. Nga ana tjetër, akuz tjetër e fortë, jo e kanë bërë ditën për diell. Dgjoj, se avokatët nuk janë të kulluarit, se avokatët janë. Po tani se ta thuash ne popullit që shiko se ata janë të çmendur një pjesë, m'fal, po tani fati i gjyqit tim dhe i jotin nuk varet nga ajo, dhe nëse ata e bëjnë këtë nga mundësia apo problemet psikologjike që mund të kenë. Ma kanë thënë disa herë dhe unë se kam besuar këtë, Denis. Për gjyqtar dhe për prokuror që nuk janë mirë. Dhe kanë probleme të shëndetit mendor. Testi i shëndetit mendor mund duhet për shumë struktura këtu, ndoshta mund tjetë edhe më gjerë fushpamja për test. Tani, nëse na thon këtë, nëse nuk gjejmë datë. Po ne nuk e kemi të provuar, apo jo? Patjetër, pra, thashë avokatët po ngrejnë zërin. Po ashtu avokatët thonë që cilësia e trajtimit të dosjeve është e dobët dhe magjistratët janë të dobët. Bien dakord. Ka rënit komplet të sistemi dhe nivelit se si trajtojnë çfarë na thot në ekologjia dhe KLP-ja? A jemi se na vritet gjyqtari në sallë të gjyqit dhe pastaj kuptojmë që se nuk kanë as bërë pallati i drejtësisë, por këta që kanë në kushte skandaloze që tek roja aty e deri tek sallat. Raportoi Rama për të bëjë Rama. Po s'është gjë. Bëjmë pallat, Rama do të bëjë pallat. Dhe pastaj na doli që roja nuk funksiononte, si ishte pak sëmur etj hyr tjetri me armë vrau. Pastaj doli që ato dhomat ishin shumë të vogla dhe s'kishte asë hynin gjithë bashkë aty, sa që sot për shembull një avokat tha aty gjujnë me shpulla dhe s'ke çaj bën. Aq afër janë me njëri tjetrin. Tani a duhet Denis që të ketë një moment ku të paktën ekologjia, KLP-ja, përveç se s'kemi bërë një raport siç na u tha di nga KLP-ja, ta ngrejnë në një tjetër nivel? Unë mendoj se janë akuzat forta këto, përballë qytetarëve që s'kan një datë për bërë gjyqet. Unë mendoj që neve na kanë rënë në parim besueshmëria tek drejtësia dhe për sa kohë ne na ka rënë besueshmëria tek drejtësia, se ne vetë, në fakt, jemi edhe pjesë integrale e korruptimit të drejtësisë. Se ne jemi ata që paguajmë paratë për çështjet tona. Pra, kur shkon Aida dhe Denisi përballen gjyq, paguajmë para, futen avokatët lojë që të kompromentojnë prokurorin, gjyqtarin, se kjo është skema, se nuk ka skemë tjetër këtu. Pra, dhe avokatët janë pjesë e skemës korruptive, se duhet të thënë dhe kjo pjesa tani, se nuk janë këta e gjithë kjo pjesa dhe pjesa e prokurorëve dhe gjyqtarëve janë djajtë. Tani gjithë bashkë janë ata. Se kur i ndajnë... U kërkuar njerë vetting edhe për avokatët, apo? Po patjetër, se prandaj po them, se këseri kryesor që shkon te prokurori dhe te gjyqtari është avokati. Nuk shkon njeri, nuk di që të shkoj një qytetar dhe i thot gjyqtarit, më fal, desha me të dhënë ca lek, i merri çik këto lekët se edhe ma rregullon çështjen? Nuk ka, nuk ekziston kjo. Ose prokurori. Është një hallkë ndërmjetme. Jo në çdo rast, natyrisht. Por, po them, edhe vetë struktura e avokaturës ka problemet e veta në këtë rast, të besueshmërisë, që ka prodhuar tek besueshmëria e madhe, pra tek... Se këta avokatë denoncuar publikisht për... Eksakt, pra kjo është çështja. Pra, nuk mund të shkëpusim pjesës të ndryshme për të përgjithësuar të mirën ose të keqen. Ka drejtëhije plot. Gjithë sistemi në tërësi ka probleme. Dhe kjo, ne për këtë kemi nevojë, që kemi humbur besueshmërinë. Pyet sot, po të pyesim sot dhe të bëjmë një sondim me njerëzit, unë nuk mund të them që 90% e njerëzit do thonë që nuk kanë besim te drejtësia. Sepse e din shumë mirë që për të fituar një çështje, ata nuk mendojnë që ka një gjyq real. Ata mendojnë se si do gjejnë mënyrën për të kapur prokurorin, për të kapur gjyqtarin, një gjyqtar, dy gjyqtar të trupës. Pra, gjithë çështja është me skem. Pra, si do gjej skemën të korruptoj gjyqtarin ose prokurorin që të fitoj çështjen. Pra nuk shkon njeri me idenë që po shkoj të bëj gjyq. Në statistika, kam dhe një mikun tim, kam një rast shumë interesant që nuk e dinte fare që kishte vazhdu procesi dhe kishte fituar procesin gjykat lartë dhe mas disa kohësh e kupton që kishte fitu procesin sepse kishte lënë në harrest çështjen se kishte ngel varë çështja, kupton? Dhe ndërkohë kishte dalë vendimi, dhe vendimi ishte në favor të atij. Dhe ishin dy surpriza. E para që kishte mbaruar procesi. Dhe e dyta që kishte fituar procesin pa ndiku, pa e ndjek. Pra ka dhe raste që ndodh. Imagjino ti tani që të numërosh ose që të surprizohesh nga fakti që standardi normal të duket si gjë jashtëzakonshme. Pra jemi në këto kushte. Pra drejtësia ka nevojë për vërtetësi dhe besueshmëri se kemi humbur këto të dyja. Për sa kohë këto të dyja janë, do na ndodhin këto precedentët ku kemi mbritur edhe te vrasja e një gjyqtari, pra një magjistrati.
Dhe kjo derdhi kupën e asaj që ka ndodhur me perceptimin e qytetarëve mbi besimin të sistemi dhe të drejtësia. Të të pyes për diçka tjetër, nuk e di nëse ti je njohur me lajmi, mua më njoftojnë stafi. Zheni Gjergji, që ishte deputetja e Partisë Demokratike, ka para një ore, është ish deputete tani Partisë Demokratike, se tani nuk është më në këtë legislaturë. Ka qenë në Komisionin Shëndetësisë, mos gaboj. Ja tani të tregoj unë. Njofton se ka pranuar përgjegjësi me përulësi detyrën e drejtoreshës të Spitalit Rajonal në Elbasan. Nuk ishte një zgjedhje e lehtë politike, por një vendim thellësisht profesional. Ka përfyer Ylberin politik apo jo? Po, ka përseo. Çfarë do të Shqipëria është vend Se di as ti do me thënë, Jo, nuk e di. Ke qenë duke ardhur këtu, po. Nuk e dia, por nuk është se pres. Unë e kam thënë. E patëm si rast në Vlorë neve. Po e kemi diskutuar, mos gaboj unë, që Rama do vazhdoj të rekrutoj nga Baçja tjetër, dhe me sa kuptoj, dhe Baçja tjetër ka shumë qejf të kaloj Baçën te Baçja e Ramës. Pra duan të shkojnë te Vatha e Ramës, këta opozitarët e fortë te. E di çfarë tregon kjo? Kjo tregon dëshpërimin. Kjo tregon dëshpërimin e fortë politik që prodhon sot kjo opozit. Unë e di që nëse do isha në debat me dikë nga opozita, do më thoshte këto janë njerëz pa personalitet, që nuk kanë as karakter, as integritet, që bëjnë këtë. Por në fakt, thellë, shumë njerëz në opozit po mendojnë që me Sali Berisha nuk ka më shpresë për të marrë pushtetin. Thjesht ka shpresë për të qëndruar diku në një mënyrë të pushtetit opozitar, pra për të integruar diku aty, po shpresë për të marrë pushtet nuk ka. Madje, po shtohet gjithmonë më shumë, dhe këtë nuk e bëj si diversion dhe relativizim të çështjes, që ka një bashkëveprim qoftë dhe pa kompromis, as të folur, as shkruar, që pozicionet politike midis Berishës dhe Ramës, po është ka përcyrë, s'ka moral politik. Dhe me Berisha, po nga ana tjetër zonja në fjalë, vërtet ka qenë pjesë e Partisë Demokratike, ka qenë pjesë e komisionit, ka zgjedhur vetë jetë pjesë e Partisë Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha, ka qenë pjesë e komisionit, ka qenë një nga zërat besoj të fortë, dhe ne jemi referuar asaj se çfarë ka sjell në fakt në komisione dhe në kuvend. Nuk e di nëse kjo realisht do të përzihen shumë gjëra ida. E para përfshihet morali politik që ka rënë. Pra nuk ka më moral politik. Pra imagjino ti tani, kur dëgjon gjithmonë raste në shumicë dhe ti shikon pastaj me dyshim çdo kontekst opozitar dhe çdo debat politik opozitar, sepse duket sigur mos po bëhet kot për show kjo e gjitha dhe nuk është diçka reale, dhe në fakt kështu po duket. Opozita po humbet gjithmonë më shumë edhe besueshmërinë dhe forcën për të përballë me këtë mazhorancë. Pra në vend që të strukturohet, në vend që të gjejë mënyrë të re, qasje të re, frymë të re, forcë të re, ideologji ose si më thënë deg të reja të ideologjisë së djathtë për t'i injektuar në popull, opozita thjesht vegjeton me ca debate personale në parlament dhe nuk ka as vizion politik, as alternativë, as thelb. Nuk ka. Kështu që çfarë ndodh? Atëherë duke qenë një njeri që ti nuk ke një post, nuk ke një angazhim brenda opozitës, ti thjesht ke një tesër politike, thua për një sekond, çfarë do bëjmë tani? Do rri. Do haj familja ime, është shumë, prandaj thash ka disa dimensione. Ai thotë po shkoj të bëj një punë, se si ka dhe punë e keqe, është drejtoresh, po punë e madhe e fortë, pse kush nuk i kaloi Ylberin këtu? Po ai ishte Sali Berisha që e mori Kastriot Islamin. Apo jo? Pra, a ishte Berisha që bëri pakte me socialistët për të bërë Bamir Topin dikur president e Republike. Pra, janë të i kaluar disa herë Ylberet në këtë vend. Nga e majta në djath, ose nga e djatha në të majtë. Jam dakord, ja e pam në këtë konvështrim që lidhet me opozitën e coptuar, rënuar... Jo, është e mendësia politike. Partit shkojnë sa ndje Rama në këtë drejtim, a ka në i mesazh? LSI-a është një parti e majtë. Apo jo? Dhe shkoj kaloi komplet LSI-a, baza e LSI-s janë shokët e idealit, janë me shallë pioneri, ata kanë kalu me shokën Sali tani, e kupton? Do tani, ka kohë që kanë kalu, po është thyrë, nuk ka se është interesante ta shohësh ndryshe llogore politike, po. Se mund të ketë një mesazh për ti, Rama, me këtë fuqinë e madhe që ka tashmë, e bëri në Vlorë, shkakoi, u vun atje drejtor nga e djathtë, ta nisi me kadrastën dhe disa tjerë, po ne kadastrën mbaj mend sepse ishte emër. Po do vazhdojmë. Puna është që çfarë po i tregon Edi Rama socialistëve, se
sigurisht, ajo është organizat. Ka nga ata që mund të kenë punuar, ka nga ata që kanë pritshmëri. Nuk po them për pjesën e kalbur që po, ja me socialistët duhet bëhem një drejtor, jo domosdoshmërisht. Po ideja është që tani një lloj pakënaqësia mund ta ketë në radhë të tilla, sjell kjo mesazh. Që të t'jap një përgjigje për këtë, duhet bëjmë një analizë të gjerë çfarë është Partia Socialiste sot. Jo, Partia Socialiste. Pra, Partia Socialiste subjekti, Partia Socialiste sot, çfarë është? Është një parti e cila është kthyer në një strukturë shërbyesish në favor dhe në gjithë konceptin politik të Edi Ramës. Pra, Edi Rama i ka numra ata. Dhe di pse i ka numra? Sepse ka humbur personaliteti, digniteti dhe integriteti. Pra, Rama bën me çfarë do nga ata, i heq, i vendos, i shkarkon. Kur të doj, si të doj, pse? E para se i ka tredhur politikisht. Se s'kan personalitet ata. Nuk flet kush, ke dëgjuar një herë që t'i kthej dikush Ramës publikisht, i bëj një replik publike. Edhe në grup parlamentar të ketë ca mendime ndryshe, s'ka, zero. Po shkrin, nuk e bën një. Zero, pra, si ka thënë kush ka mendim ndryshe, nxjerr për jashtë, thot ai, nga shtëpia. Dhe e ka bërë. Dhe e ka bërë. Dhe këta të gjithë janë të tredhur, të friksuar, dhe thonë, çat na thot ky, më hoqi, mvuri. Pra qajnë qeshin kur qanë qesh dhe ai. I jep ai urdhër të qash, qajnë ato. I jep ai urdhër të qesh ato. Dora turkis, dora turkasin ato. Pra është një kim i ungun në një kuptim metaforik si politik. Nuk ka më parti politike aty. Aty ka një garnizon që funksionon sipas tekave dhe humorit Ramës. Të heq, të ve, të merr inat, pastaj të haxhan, pastaj të largon, pastaj i teket prapë të afron. Dhe këta lëvizin si gursha o gjithë. Që në këtë kuptim, askush nuk guxon t'i thot Ramës, ore një sekond, se ne kemi këtu kapacitetet tjera. Për shembull, si shpjegohet që profesor të nderuar e tem Ruka, po sjell një emër. Po. Ermelinda Meksi, po sjell një emër tjetër. Nuk janë pjesë e ase strukturës bazë qeverisë, po ase mendimit ose këshillimit politik. E ka Partia Socialiste, si më thënë, luksin që të përfundoj komisioni ligjeve të Zegjine Zegjine, po. Zegjine Sallaku është bashkëshorte ishtë gjyqtare. Jo, të Zegjine, rrim këtu dhe e kuptojmë. Dori Sallaku. Qaushi. Zegjine Qaushi, po. Tani, ta të gjosh Zegjine në komision të ligjeve, thua, ku ka arrit parlamentarizmi, kupton? Me fjalimin e fundit. Qeshte Damian Gjiknuri. Qeshte Damian Gjiknuri. Po jo, qeshte sepse, do më thëmë, në i farë mënyre, kuptohet edhe se ku ka ardhur puna tani, kuptohet që fletë Zegjinea dhe dëgjon komisioni. Pra në këtë kuptim, PS-ja ka humbur gjithë vlerën e vetë personale në raport me liderin. Dhe lideri bën çfarë do, mund bëj dhe kalin aty. Pra si Neroni, kupton? Mund bëj dhe një kal deputet dhe mund ta bëj. Se Rama dhe bën këtë, kupton se gëzohet dhe vetë, qesh dhe vetë me këtë gjë. Do të thuash thjesht marrëzie. Them kështu më në pikpamjen që çfarë dallon një njeri nga një kal sot për Ramën? Asgjë. Thjesht vendimi i Ramës. Pra, Rama nëse do doj mund bëj dhe një kal deputet. Me qëra fjala, se ma kujtohet. Zbëri kali, po bëri diellën. E kupton? Pastaj e ndryshoi, pastaj e bëri, pastaj tani diella po flet. Edhe dekretoi. Po flet diella tani, është pushim, është letargji. Pra u bërë diella, gjum diella tani. Kështu du të them që Rama ka kthyer eksperimente për qefet e veta, pushtet për qefet e veta. Pse? Se këtej nga krau tjetër. S'ka. Ka mbaru. Ka mbaru më, është dekompozu opozita. Dhe po t'ja thuash këtyre që jeni dekompozu dhe jeni të pafuqishëm dhe jeni komplet out fare në lojën politike, të sulen, indinjohen, irritohen se nuk duan ta pranojnë dështimin e vet. E kuptoj, është njerëzore, është normale. Por problemi nuk është Rama, problemi është si do gjejmë instrumentin që të largojmë Ramën që bën dhe kalin deputet ose ministër ose drejtor. Pra bën vërtet kalin, e kuptoj se ka realisht ka kuaj në për drejtori. Ka thakma. Do të thënë ka njerëz, kur them ka njerëz që vetëm thjesht vendosin atë dhe vetëm firmosin çai thot ai, edhe mbaron historia. Kështu që në këtë kuptim pushteti ka nevojë për ingranazhe kontrolli. I kemi jo.
Ka opozita forcë ta kontrollojë këtë pushtetin sot? Jo. Do thot dikush se po bëj tani po bëj retorik, opozita fjalën ka. Jo, se s'ka vetëm fjalën. Ka mekanizme. Ka mekanizme, pra. I kërkon mekanizma. Gjen mënyrën për t'i ushtruar presion politik mazhorancës që të marrë mekanizmat që i duhen për ta kontrolluar atë. Po si bëhet kjo punë? Bëhet duke patur mbështetje popullore. Po a ka mbështetje popullore opozita? U pa te bashkia, 50 veta dini. S'ka pra mbështetje. Nuk e ka. Mund të ketë votuesit e vet. A janë mjaftueshëm? Jo. Thjesht ata votojnë kundër Ramës dhe votojnë si tifoz të opozitës. Një pjesë janë pak kënaqur, se ka të pak kënaqur sa dush nga qeveria, nga arroganca. Po, s'flet një. Se pash sot një video, se tani ta kthejmë dhe çik si më humor. Jo, më është video vjetra, do ta kenë parë gjithë njerëzit. Kur ishte vidia jashtë dhe kishin dalë në mos gaboj nga një aktivitet fetar, ku Ministra Gumbarë thoshte gëzuar Pashkët ndërkohë që ishin Krishtlindjet. Dhe qeshde, më falë për shprehjen, po ajo është qeshja më idiote që kam parë për të justifikuar trashësinë e vet dhe ignorancën e ndjesisë së vet për atë që ndodhte. Dhe du të them që jemi në këto kushte. Gumbarë thua kështu? Është ministre sot prap. Po, le të jetë, s'po themi që të qeshësh në mënyrë idiote. Ti je në rregull, gjithmonë je korrekte, ti nuk shpëton nga korrektësia asnjëherë. Aida je gjithmonë në rregull. Po ta kujtoj që është ministre sot. Është brenda kornizave. Që djesh një fjali tjetër për thënë që shkosh prap te Kali Denis. Fjala idiote nuk është gjë e keqe, të qesh në mënyrë idiote nuk është, ne kemi konotacione të gabuara për, domethënë, ignoranca dhe idiotësia janë pjesë e jona. Pra, unë mund të jem ignorant, fjala vjen. Akoma te Zegjineja, edhe opinioni publik duke menduar. Edhe ti pas Zegjines e sjell Kumbarën, kjo është ideja, dhe nuk është rastësike tani. Po tani çfarë them, këtu kemi arritur. Pra jemi te ky marzh, nga Zegjineja te Kumbarë që qesh me idiotësitë veta. Kupton, kështu që jemi mirë shumë. Denis, e di kush është lajmi? Deri tani ta mbyll me këtë. Nuk ka asnjë reagim, po shikoja gjitha portalet e kësaj flisje. Edhe thotë ish deputeti e ABD-s moroi drejtoresha e Spitalit Elbasan. Asnjë vend nuk lexoi unë që reagon Partia Demokratike çka qendrimi mban. Po. Se lexoj mos. E tham. Apo e pres kotun këtë. E tham pra që do të thënë edhe mund të ketë reagim, se nuk është se mund mos bëjnë një reagim. Jo, e kanë kështu ta tregojmë si e kanë sjelljen që në nuk merri me këtë e di është zgjedhja vet. Në rregull pra. Kështu do jetë. Dhe prandaj po them. Kështu do jetë përgjigja, ta them unë këtë. Se ka ndodhur edhe kur I kanë pyetur për Vlorën, kjo është ideja. Na kanë rënë deri tani, na ka rënë instrumenti kryesor politik, opozita. Pra nuk kemi valvull presioni politik. Na ka rënë. Ata janë thjesht sa rrogtar që bëjnë si opozitar. Kaq. Për mua është kaq. Opozita është vetëm kaq. E dyta, drejtësia po bëri hem po, hem jo, thon këtej nga Tirana. Rreth Tiranës. Hem po, hem jo. Shofim, për të pa është kjo punë, në qoftë se do ndaloj drejtësia në një prokuroria edhe gjykata e posaçme për t'i vënë fre këtij pushteti marramëndës që po bëjnë thagma me ligjet e me letrat, po të futesh gjen o Zot na ruaj ç'a ndodh në institucione. Faleminderit Denis. Faleminderit juaj.